Vizatojmë një dete. Por s'mund të vizatojmë. S'prish po, vizatojmë një dete. Në një skenë të mbushur me ëndra dhe fantazi, një aktor teatri dhe një mësuese shkencash që e çmon artin bashkojnë forcat për të sjellë magjinë e princit të vogël. Së bashku me 8 fëmijë të talentuar, ata rikrijojnë botën poetike të autorit francez Exupéry, ku miqësia, dashuria dhe shpirti i fëmirisë marrin jetë. Cilin vendin këshillon që të vizitohet? Planetin e tokës! Kam dëgjuar të flitet mirë për ta. Kjo nuk është thjesht një shfaqje, është një udhëtim i ndjeshëm nëpër planet të vegjël, të mbushur me mësime të mëdha. Një aventurë që flet me gjuhën e zemrës dhe që na kujton se gjërat më të rëndësishme nuk shihen me sy, por ndihen me zemër. Ti e di, jam përgjegjës për lulen time. Ajo është aq e brisht dhe është aq e pafajshme. Ka vetëm 4 gjemba për të mbrojtur nga një botë e tërë. Si që dhe e pa në videon, këtu në studio me mua është Zysha, unë do vazhdoj t'i them Zysha, se i them Zysha dhe kam qenë time, edhe Gjino. Tani po e nisë me një pyetje të thjeshtë, se nuk është se kemi shkenca eksakte si që është Zysha specialiste. Pse vendosët që të bëni një aktivitet të tillë, ta sillni një skenë të vogël, si thua në mes të një qyteti të madh, me beton, me ndotje akustike, me të gjitha. Si lindi bashkëpunimi i kësaj gjëje? Flasim që në fillimet e audicioneve, në zhvillimi i mësimit, të gjitha. Unë t'ja lë hapjen Zyshës për respektin maksimal që gëzoj për të, kështu që do plotësoj mendimin e saj. Falenderoj Gjino. Ideja e krijimit të aktiviteti vjen së hershmi, mirë po kushtet po jemi rritur dhe edukuar na kanë bërë çik të vështirë. Edhe mentaliteti nga ku vim, normalisht na ka bërë të vështirë që ne ta përqafojmë në detaje, siç edhe ne jemi qasur me anë të këtij aktiviteti. Mirë po ajo që më ka bërë më shumë që unë të rrëmoj dhe të kërkoj dhe brenda vetes, po edhe të krijoj ato mundësitë që pse jo të bëj dhe unë një aktivitet të tillë, më ka lënë shumë përshtypje situata ose ngjarja e madhe, prishja e teatrit. Përpara kemi parë teatrin si diçka thjesht argëtuese që në fëmijëri që bënin ato shfaqjet e vogla në zonat e thella me atë qarqafin e bardhë që vinin dhe që mblidheshin të gjithë fëmijët rreth e qark për të parë filmat e vjetër shqiptar. Në momentin që ndodhi kjo ngjarje kam kërkuar dhe kam rrëmuar dhe jam bindur që ka qenë gabimi më i madh që është prishur teatri. Dhe u lidha aq shumë me leximet rreth asaj situate, edhe mendova pse jo, biles në protestat që kemi bërë, kam marrë pjesë, kam pas dhe fëmijët e mi aty dhe shpesh herë më kanë thënë fëmijët, mami, pse po e prishin teatrin, është gjë e keqe teatri? Dhe unë gjithë të rrugëtim i kam tregu fëmijës tim, vajzës time që teatri është gjë shumë e bukur dhe duhet përqafuar, por duke jetuar me të. Dhe kjo ka qenë ajo piknisja, e cila është konkretizuar. Unë që atëherë kam fillu të shoh shfaqje teatrale, dhe në një nga shfaqjet teatrale, që është shfaqur në Teatrin Metropol, Marmel Ladov, aty isha në kërkim të një personi që plotësonte edhe ato kushtet e mia se si unë doja ta shiha teatrin. Ishte mjeshtri Gjino Musollari dhe këtë ju falenderoj sepse ju bot sebeb, me thënë ju bot shkak që unë ta takoja dhe të bisedoja lidhje me këtë ide. Unë sot po e shfaq, e kam thonë dhe diku tjetër në një podcast tjetër, që atë kam thonë isha në gjysmën e rrugës së këtij aktiviteti, sot e kemi përfunduar aktivitetin dhe kemi parë që
gjërat bëhen me njerëz profesionistë. Dhe unë jam shumë injose, unë e kam parë si aktor, por unë e kam njohur në të gjitha dimensionet Gjinon në këtë aktivitet, kështu që të gjithë tituj që gëzon një profesionist, një artist, unë i kam parë tek ju dhe të falenderoj që eksperiencën tënde e ke shfaqur në këtë aktivitet dhe vazhdon ta shfaqë edhe në aktivitete të tjera. Të falenderoj shumë që më dhe mundësinë ta njoh teatrin në detaje, jo thjesht si një ndërtesë nga jashtë dhe prania ime për të parë një shfaqje, por na ke shfaqur ato panoramën e vërtet se çfarë përfaqëson teatri në vetvete dhe arti në përgjithësi. Ka qenë fiks njoja që duhet. Unë e falenderoj Zyshe Smerën për gjitha këto fjalë kaq të ngrohta, për gjitha këto vlerësime. Do i bie pak gjatë për të vazhduar linjën që Zysha po fliste për, si më thënë, piktakimin ton, besoj që edhe unë dhe Zysha besojmë të dy në besimet tona që nuk ka rastësira në këtë botë. Unë do e shpjegoj këtë eksperiencë nga këndvështrimi im. Kur punonim shfaqjen ku erdhi Zysha e pasi spektatore dhe që po thoshe që isha në kërkim të një personi për të udhëhequr artistikisht dhe për të jetësuar planin që Zysha kishte, në këtë moment unë isha duke e dhënë atë shfaqje, si drejtues, si regjisor i asaj shfaqjeje dhe mendoja me veten time që kisha bërë një punë shumë të mirë, e cila do të shpërblej ndoshta me ndonjë çmim, duke qenë se ishte pjesë e festivalit ose duke qenë se ishte monodram, aktori im dhe aktorët e mi, me të cilët kisha punuar prej rreth 2 muash e gjysmë, le të themi, të paktën do hynin, si thua, në top 400 më të mirë të atij festivali. Domethënë, me pak fjalë, ajo shfaqje ishte, si thua, nga veprat e mia, të fillesat e mia si regjisor, edhe duke qenë se isha investuar shumë, pretendoja që të merrja një feedback sado minimal në festival. Ndodhi që shfaqja nuk u vlerësua në festival, as aktori më i mirë i shfaqjes ton, as shfaqja më e mirë, as regjia më e mirë. Fatmirësisht morëm një çmim për sa i përket kostumografisë, që edhe ai është vlerësim patjetër, por mendoj që çmimi i vërtet dhe është takimi që pata me Zyshën në atë shfaqje, më kupton se ndonjëherë ndodh që ne i kërkojmë çmime diku, po Zoti ka një plan më të madh, edhe se shohim atë moment. Gjëra që ty nuk ta merr mendja, nuk të shkon mendja. Dhe tani ta tregoj historinë ty dhe ti ke qenë prezent në kafe kur ka ndodhur kjo domethënë. Se unë i njoh të dy që ideja është këtu që ne u takuam, ja themi këtyre, se ti e di, folëm, prezantuam, Zysha më tha që kam të plan, kam këto ëndra, dua të bëj një aktivitet për fëmijët e vegjël, ku të marrin vërtet orientim profesional, dhe diskutuam për t'i dhënë jetë konkretisht kësaj gjëje. Filluam diku nga fund tetori, nëntori, se nuk e mbaj mend. Edhe e ndam në 2 semestra, gjithë të proces që zgjati disa muaj. Një udhëtim me 2 ndalesa. Po, me 2 ndalesa, shumë të bukura, shumë të parrushme. Provimi i parë i fëmijëve ishin etydet, dhe provimi i dytë ishte shfaqja që sapo u finalizua, Princi i vogël, që ishte një eksperiencë shumë e bukur, shumë e jashtëzakonshme. Por për ta përmbledhur shkurt, Zysha është, si më thënë, truri i idesë së gjithës, dhe ne pastaj jemi pjesa tjetër që e vum në zbatim idenë që ajo kishte. Kuptoj. Me pak fjalë, ju që po dëgjoni dhe që nuk e dini, sepse ne i dim gjitha. Zysha jo vetëm që ka qenë ideja e gjithës, po ka qenë, si të thuash, ajo që punonte më shumë nga gjithë. Sepse që nga etydet, kalon që tek mësimi, që tek audicionet, Zysha ka qenë gjithmonë çdo moment, ça mungon diçka, ta sillte, ta mënte sende komplet gjitha edhe tek etydet, te etydet edhe tek shfaqja, Zysha ka qenë në backstage.
Patjetër, që Ka Zysha qenë- ka qenë backstage, nuk do i lëm radhë Zyshës fare. Zysha ka qenë në backstage dhe ka qenë një si më thënë, një spirancë shumë e sigurt për ne, ta dim që Zysha është mbrapa për çdo lloj gjëje. Dhe patjetër që kjo përgjegjësia e lartë që ajo ka lidhet edhe me një virtyt tjetër shumë të lartë të Zyshës Smerës, që është fakti që kur i nis gjërat i çon deri në fund, me hir apo me pa hir. Domethënë, Të kam dash ta theksoj në fakt, do ta theksoj edhe vetë që është je nga të vetmi individ që njoh që po e than një gjë e dojnë. kjo është e Dhe vërtetë. këtë e kam patur ty që në fillim. Unë falenderoj këtë virtyt, se virtytet janë edhe të trashëgueshme. Unë falenderoj Zotin që kam mbartur një gen nga babai im. Ai nuk jeton sot, po ai ka qenë njeri me virtyte. Dhe unë e kam, është edhe mungesa e tij që më bën që unë ta ruaj, është një virtyt që më mban mua lidhjen shpirtërore që kam në dy botët të ndryshme ku ne jetojmë. Unë ju falenderoj që ju e përmendni si virtyt, kështu që për mua është sfidë në këtë kohë të ruajmë virtytet, edhe ajo që më ka nxitur më shumë edhe me veprën që kemi zgjedhur, veprën e Exuperisë. Ai ka qenë një kristian i devotshëm, pavarësisht se unë jam muslimane, ne na lidhin gjëra bashkë dhe vepra e tij ka qenë, te vepra e tij unë kam gjetur shumë element që na bëjnë bashkë në rrugtimin ton, qoftë shpirtëror, po qoftë edhe toksor. Dhe pikërisht është zgjedhur kjo për shkak se ai në veprën e tij shpërfaq dhe ruan edhe edukon identifikimin e virtyteve, kurimin e tyre, ruajtjen e tyre edhe në situatat më të vështira. Dhe unë kam dashur, e them gjithmonë, flas për fëmijën tim, sepse pjesë e trupës teatrale ishte edhe vajza ime. Mënyra më e mirë, edhe siç edhe rezultoi, është që fëmijët edukohen duke e prekur së brënd, duke e prekur edhe nga jashtë, po edhe së brëndshmi, atë lloj ndjesie se ç'a t'jesh të dalësh me flamurin e një virtyti të caktuar. Kështu që të falenderoj, por është detyrë, në fakt është detyrë e njeriu që t'i ruaj, të identifikoj veten e vet, dhe virtytet e mira t'i ruaj dhe veset e këqija t'i kuroj. Unë them që kjo vepër ka ndikuar jashtëmase edhe tek fëmijët, që ata të kurojnë dhe të kërkojnë brenda vetes. Biles fëmijët kanë një gjë fantastike, sepse ata e kanë pastërtinë dhurat, dhe duke i edukuar që në vegjëli me rëndësinë që ka ruajtja e virtyteve, besoj kjo është gjë më e mirë dhe sot shoqëria ka aq nevojë për qytetar të edukuar, për qytetar me virtyte, dhe them që kjo trup teatrale do ndikoj në rrethin shoqëror ku ata aderojnë, janë nxënës, janë shok, janë fëmijë të prindërve. Kështu që unë për mua ka qenë kënaqësi që unë kam qenë pjesë e backstage-eve. E falenderoj sinqerisht Gjinon që ka besuar tek unë, dhe pikërisht ajo që ai ka besuar tek unë ka bërë që unë ta shikoj atë lloj përgjegjësie si vlerë, por edhe t'jap maksimumin tim që edhe puna e tij të dilte në pah. Sepse ishin fëmijë, nuk ishin aktorë të vërtet, as nuk vinin nga fëmijë nga familje që trashëgonin virtyte, që trashëgonin artin. Kështu që unë jam munduar maksimalisht në gjëra, them që kam bërë gjëra të vogla, por jam munduar thjesht që të dalë në pah puna e vërtet që ka bërë Gjinoja me fëmijët. Ti ke bërë një gjë të madhe. Jo të vogla, por ke bërë një gjë shumë të madhe. Sepse ndoshta Gjino nuk e di, po jo vetëm fakti i shfaqjes, po ti këtë e ke dash me kohë, si botim, si gjë. Dhe në kohën që Gjino ka thënë që unë do zgjedh të bëjmë këtë shfaqje, unë e mbaj mend që ti u gëzove shumë. Sepse Gjino besoj nuk e di si gjë, si info. Jo, mbaj mend kështu që në bisedat tona të para, Zysha më ka pas shpreh dëshirën e vet për 2-3, po themi autor, edhe më së shumti Zysha her pas here lakonte Princin e vogël.
E ka pas me kohë që e ka pas atë dëshirën e vet për padyshim edhe për mesazhet e mëdha që mbartë si pjesë, që janë, si më thon, universale dhe të i përshtaten çdo lloj kohe dhe çdo lloj moshe. Dhe unë e kapa këtë detaj ke Zysha dhe thash pse mos t'ja propozoj Zyshës atë që ajo e ka, si më thon, si një ëndër në sirtar. Që e ndjen atë. Kështu që po, ishte një lloj empatie mbi këtë pjesë. Kështu që po iniciatorja ka qenë Zysha, sepse ajo e ka artikuluar shumë shpesh që edhe e kanë studiuar edhe analizuar pjesën. Kështu që Në fakt, princin e vogël, e kam thënë, po e përsëris prapë edhe diku tjetër, kam qenë pjesë e një rrethi kulturor, Alhambra, dhe aty në fakt jam ndeshur me këtë vepër. E kemi lexuar herët, po nuk e kisha parë asnjëherë me atë lloj këndvështrimi që e sollën ata të cilët e organizuan. Ishin organizatorët edhe drejtuesit atij rrethi kulturor. Unë përpara se të vendosnim, sepse unë nuk mund vendosja vetëm pa bashkëveprimin e prindërve këtu, është marrë mendimi të gjithëve. Vërtet e kisha dëshirë të brendshme, po duhet ju merrej gjithë mendimi, sepse kur jam me atë parimin që këshillimi është gjëja më e mirë, sepse të gjithë angazhohen që të realizohet ajo gjë, unë tu po përmend, jam përpara se ta propozoja, ka qenë këshillimi me një mikeshën time, e cila më ka pyetur në detaje se sa është numri i nxënësve që do jenë pjesë e trupës teatrale. Më ka propozuar disa ide, por më tha që më shumë i shkon për shtat, princi i vogël, sepse duke qenë se ka shumë personazhe brenda, edhe shumica e nxënësve që përbëjnë trupën teatrale ishin vajza dhe mund përshtateshin. Kështu që e falenderoj, sinqerisht e falenderoj dhe shpresoj që do ta vëmë edhe një herë tjetër shfaqjen në skenë, edhe do ta ftoj normalisht që të vi të shikoj. Do kisha dashur të ishte edhe të shfaqja që bëm, por nga që ishte në brenda një komuniteti, pra ishin prindrit, ishin fëmijët, kishin prindrit e tyre, sepse ata e dhanë shfaqja për ta ishte provimi për të treguar përpara vetes tyre, po edhe prindërve, që unë shpresoj që nëse do ta vëmë së shpejti dhe dëshiroj që ta vëmë së shpejti, ajo e meriton, do të thënë, nga ana ime ka një vlerësim të çmueshëm dhe do ta pres me kënaqësi që të vi. E ka ftesën automatike. Kështu që emri nuk do t'ja përmend sepse më pëlqen privatësia. Është diçka që sepse Zysha nuk ka dashje se të thuash të shfaqet që unë po e bëj këtë gjë. Sepse beson atë që kush e bën diçka, që e bën tamam sepse e do, e din atë gjë, nuk ka pse të dalë të hapi që unë po e bëj këtë gjë. Dhe kjo gjë ka po bën muaj tashmë. Po 8 muaj apo jo? Po 8 muaj. Një vit shkollor. Një vit shkollor tamam dhe tani po del si gjë. Po del publike. Të kthejmë pak të pjesa e backstage-eve, sepse është ajo që ta edhe Gjino, sepse që në kohën që ti ishe në backstage edhe ne ishim më të qetë që çdo gjë do shkojë okay andrejt, se kishim atë idenë që mos ecë diçka gabim. Po e pas edhe tek fëmijët që në kohën që the jo do jem backstage edhe në shfaqje, edhe ata u qetësuan më shumë. Sepse ja ke lënë atë impakt që shko, po të jem këtu, çdo gjë është okay. Po të jetë shefi këtu, çdo gjë bëhet. Unë i falenderoj se ata janë fëmijë të mrekullueshëm, edhe më vjen mirë që ata dinë të lexojnë energjinë pozitive dhe të bashkëveprojnë. Ata ishin, unë i kam parë si aktor, nuk i kam parë si nxënësit e mi, edhe pse ata më kanë parë mua si Zyshën e tyre, unë i kam parë me syrin e auditorit. Kuptoj. Kjo besoj ka qenë edhe një nga elementet që ka dalë me sukses. Gjëja. Themi, ne kemi shijuar, kështu që... Kështu themi. Tek ajo që thash që e quajta si një udhëtim komplet këtë nga fillimi. Si ndihesh tani që, si të thash, u mbyll kjo fazë, sepse ke kaq kohë, kaq ditë që jeton të dy ju, që jetoni me ta, e kupton? Dhe tani si të thash do vi një fazë pushimi që s'do takoheni shpesh. Si u bën të ndjeni kjo gjë? Atëherë,
Këtë pyetje po ja bëja vetes sot, sepse po mendoj ato punët e mia se si do i organizoj edhe gjithmonë e shtuna para dite është 1-2 orë që ti e ke zënë dhe tani do jetë shtuna e parë pas shumë kohësh që do jetë bosh. Do thoja që puna me këtë grup fëmijësh ka qenë vërtet shumë e veçantë. Unë ja u kam shprehur edhe në atë grupin ton që kemi. Ka qenë një punë që unë kam dhënë nga vetja, po ka marrë jashtëzakonisht shumë dhe kur punon me fëmijët në një farë mënyre të ikën ai pluhuri i moshës së rritur që ka zënë atë fëmijërinë tënde. Pra fëmijët sikur fillojnë dhe të ringjallin atë fëmijën brenda vetes, ku jeta dhe realiteti të bën që ta mbysësh dhe ta mbulosh sa më shumë dhe ta mçefësh sa më shumë dhe mos e nxjerrësh sepse duhet përshtatesh në komunitet apo në shoqëri. Puna me fëmijët ka qenë një terapi dhe e them shumë sinqerisht që do marr vërtet malli për të gjithë grupin, duke qenë se provat u intensifikuan kohët e fundit dhe kalum vërtet, domethënë shumë kohë bashkë, sidomos të javën e fundit. Kështu që shpresoj që të rishihemi edhe takohemi qoftë jo vetëm për punë, po edhe të dalim ose sepse u familiarizuam shumë. Edhe do jetë vërtet një gjë që do marr malli për fëmijët. Për mua, finalizimi i gjithë aktivitetit me shfaqjen Princi i Vogël më ka dhuru atë idenë se gjërat të cilat bëhen në grup, pra me bashkëveprimin e të gjithëve, dhe këtu përmend, pra gjatë gjithë rrutimit nuk kam qenë vetëm unë, por kanë qenë dhe prindrit e tjerë. Them që gjërat e bukura kur mblidhen njerëzit bashkë, finalizohen me sukses. Unë kujtoj shumë peripeci që kemi kaluar bashkë, por çdo peripeci e kam lexuar si një lloj imazhi që aty mbrapa ka diçka që duhet kapur, që duhet arritur. Dhe unë them që unë nuk do ta ndej shumë mungesën këto muaj, sepse kam një fëmijë që jam e bindur që do performoj nëpër shtëpi, gjithë pjesën teatrale. Mund ta bëj edhe kështu që t'i luaj të gjitha rolet, sepse fëmijët kanë mësuar rolet e njëri tjetrit, por jo vetëm rolet që kishin. Dhe unë shpresoj që finalizimi i kësaj në fakt i lutem edhe Zotit që të jetë fillimi i një diçkaje akoma më të bukur. Unë kam thonë që rrugtimi i kësaj ka ardhur shkallë pas shkalle. Dhe them që këtu me këtë lloj shfaqje, prindrit besoj janë të bindur që kanë arritur të identifikojnë talentet e fëmijëve të tyre. Dhe unë do jem e hapur përsëri dhe mbështetëse që nëse duam të bëjmë gjëra të tjera që ky talent të fortifikohet dhe dhuroj edhe shfaqje të tjera, jo vetëm brenda rrethit ton komunitar, por edhe për komunitetin i cili na rrethon. Kështu që unë them që është një nisje e bukur. Për të shtuar diçka, vetëm që ose më lejon, për t'ju rikthyer edhe një herë asaj pjesës së filtrimit të veprës që do zgjidhet, duke qenë se, siç e tha dhe Zysha, i përkasim një komuniteti besimi caktuar, mënyra se si ne i zgjedhim veprat që do vëmë sken, ose që fëmijët do vënë sken, jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre dhe në mesazhet që veprat japin. Si jemi të kujdesshëm? Që në mënyrën se si këtë mesazh e përtyp fëmia që do interpretoj, pra ai ta arrita ta përvetsoj virtytin i pari vet dhe pastaj ta komunikoj ke spektatori. Dhe ndoshta
anglezët thonë maybe it will ring a bell, ndoshta do lëvizi diçka brenda spektatorit nëpërmjet mesazheve të këtyre veprave që do t'i bëj njerëz më të përgjegjshëm, qytetar më të mirë edhe do t'i bëj, si më thënë, më të angazhuar për të qenë njerëz më të mirë në fund ditës. Unë besoj shumë që me këta fëmijë që janë mund të ndodhë si gjë dhe besoj që ju mund të bëni dhe diçka edhe më të madhe se kjo, sepse ju njoh të dy, e di çfarë punë bëni edhe e di si i kushtojnë asaj pune, edhe e besoj shumë këtë gjë. Edhe ne gjejmë rastin se edhe ne të njohim, kështu që e dim se sa je i përkushtuar, ndoshta tani kamerat janë pak e ne, pak tek ty, po e gjithë gjëja është dokumentuar fal jush, kështu që gjejmë edhe rastin t'ju falenderojmë kështu publikisht Pro Max Channel për punën e bërë. Është kënaqësi ta bësh atë gjë, sepse unë gjithmonë në kohë që më pyesin në lidhje me punën që bësh, që më thonë që pse punon, apo është punë që ka lek, është punë që është e thjeshtë, apo ke qef të lëvizësh. Jo, më pëlqen të dokumentoj, më pëlqen të kap momente që s'kthehen, më pëlqen të kem disa ekskluzivitete, domethënë si është kjo shfaqje, e kam gjithë timen, sepse e ndjej dhe unë veten gjë. Patjetër, po, patjetër. Dhe e dua si gjë. Shiko, kjo është një punë kolektive ku po të heqësh secilin element cungohet, si më thënë, nuk është më e plot. Po të heqësh nga ky projekt zyshën dhe investimin e saj është, domethënë, është si më thënë si avion me një krah, nuk mund të fluturoj. Po të heqësh pjesën e dokumentimit që që është pjesa juaj, domethënë ne e bëjmë, po për kë e bëjmë. Po të heqësh, po them, aktorët, nuk e ç'bën fare. Kështu që secili ka atë parten e vet që është shumë e rëndësishme edhe prandaj është art kolektiv teatri. Keni pas ndonjë moment, ndonjë mendim që do doni të hyni te ju në skenë me fëmijët? E keni pas një ndjesi? Unë për vete kam dalë disa herë. Ma ka dhënë mundësinë gjinëre që të dalë gjatë provave, gjërave. Unë e kam shijuar skenën, pavarësisht se kam qenë në atë pjesën e privatësisë, edhe është bukur të jesh në skenë, edhe kur përfaq një gjë fantastike. Kështu që falenderoj Gjinon, unë e kam thënë edhe do ta them përsëri që prania e prindërve këtu na ka bërë që të shohim fëmijët, na shohin ne të shohim fëmijët. Kanë qenë 3 palë sy profesori që orienton të grupin, ne prindrit që shifnin fëmijët dhe bashkëvepronim në shtëpi dhe asistonim me ta, në një farë mënyrë sikur kemi qenë 2 trupa teatrale. E kam parë si gjë të veçantë dhe kjo na ka dhënë edhe siguri, po edhe prindërve ju ka dhënë siguri që fëmijët e tyre të jenë pjesë e këtij aktiviteti, pikërisht prania nga Gjino që në orë të mësimit të asistojnë edhe prindrit, dhe kjo është një gjë shumë e rrallë. Është e veçantë, po. Unë deri më sot nuk e di se kam marrë pjesë, kam parë aktivitete, por nuk e kam parë një gjë të tillë që do të thotë që një profesionist, unë për shembull si mësuese e kam çik vështirë në fillim kur nuk i njoh kolegët, kur vinë bëjnë ndonjë kontroll ose ndonjë gjë. Jo më të vinë prindërit e fëmijëve. Unë e kam lexuar profesionalizëm tek Gjinoja, që është i qetë, domethënë është i sigurt tek ajo që bën. Dhe na ka edukuar dhe ne prindërve me dashurinë për artin. Jo, mendoj që Falenderoj. Faleminderit ty Zysha, po mendoj që prezenca prindërve nuk është as pak bezdi e para, po është edhe një lloj garancie për mua edhe besoj edhe për ju, Zysha, sepse është një kohë e shpenzuar me fëmijët dhe fëmijët mund të kenë nevoja të ndryshme, ku prindrit mund të asistojnë pjesët që ne nuk dim t'i asistojmë ose nuk dim t'i bëjmë. Për shembull, mund të ketë një situatë që një fëmijë mund të ketë një urgjencë, mund mos ndihet mirë nga ana e shëndetit, pra sepse siç e tham, kaluam një kohë të gjatë bashkë dhe kemi kaluar të gjitha stinët, po themi me gjithë virozat e veta, me gjithë sikletet e çka kanë. Dhe kështu që prezenca e prindërve ka qenë një aset i shtuar plus këtu për ne që na ka thjeshtësuar shumë punë, na ka bërë më të lehtë. Kanë qenë dhe ata pjesa të avionit. Patjetër, po. Okej, ne momentalisht nuk
mund të themi kush janë, sepse është atë Anonimatin e vet, anonimatin e vet. Ndjes se tani ndodhin dhe këto lapse, po që ka qenë tamam një punë që i ka dhënë një pozitivitet shumë të madh qes. Po, ka qenë shumë rigoroze puna dhe kënaqësia më e madhe është që ose pikpyetja nga ana ime ka qenë që unë vërtet po flas me këta fëmijë të kësaj moshe, po flas një gjuhë profesionale që ndoshta atyre në fillim i dukej si kinetshe dhe unë thosha me vete që po depërtoj unë këta, po më kuptojnë këta mua dhe provimi që bën, shfaqja që bën, në fakt ka qenë dhe një provim për mua. Domethënë, për të parë se sa unë kam arrit të depërtoj të ata me këshillat e mia dhe se sa do i zbatojnë. Dhe kjo ka qenë gjëja që më ka ngrohur më shumë dhe kam thënë që pas kam bërë diçka, sepse kam parë seriozitetin e tyre për kushtimin, përgjegjësinë ndaj partnerit, shokëve, shoqeve të skenës, mënyra e çmontimit të skenës, se si ata përshtaten errësirë se cili gjen objektet e veta, janë aty kur ndizen dritat, flasin kur ulet muzika, pra janë disa komponent, dëgjojnë njëri tjetrin në skenë, pra futen aty ku duhet, nuk mbi vendosen në batutat e partnerëve, dhe kjo më ka bërë vërtet përshtypje, jo për t'i bërë reklam punës tonë, po kjo më ka bërë përshtypje sepse janë disa elemente që ti i sheh dhe shquan një shqist këtyre fëmijëve. Dhe e kupton që shumë prej tyre, për të mos thënë të gjithë, janë jashtëzakonisht talentuar. Dhe këtë e fakton vetë shfaqjen. Ka qenë një zgjedhje shumë e saktë e fëmijëve. Sepse të gjithë kush pati mundësinë ta shohë dhe kush do ketë mundësinë kismet që ta shohë shfaqjen, kujt do i shkonte ajo që kishte. Si nga veshja, si nga teksti, si mimika, si gjëja ishte, nuk e di, kjo gjë është bërë sipas fëmijëve. Unë këtu dua të falenderoj. Duket sikur është shkruar për ata. Unë po shikoja kur shfaqet këtë foton, po i thosha Gjinos, unë kam zbulu, do me thënë vetëm një artist arrin të zbuloj të brendshmen dhe ta përputhme të jashtmen. Edhe po i thosha që vërtet ti ke një nuhatje të tillë sa që ke arritur, po edhe ne, ose ata që kanë qenë pjesë e kostumografisë, unë them që është diçka hynore këtu, sepse kostumografin, ato skicat, me thënë drejtën, është një nga nxënësit, sepse qëllimi i kursit ishte që të përqafonin jo thjesht rolin së brendshmi, po edhe së jashtmi. Edhe është Kamila ajo që jo shumicën, po kostumografi. Kamila është vajza këtu. Kamila ka bërë ka dizenju kostumin e gjarprit. Aisha ka bërë vetë. Do me thënë, kjo është gjë e bukur sepse fëmijët kanë skicuar vetë rrobat e tyre. Sepse ne donim që ata ta përqafonin rolin, duke investuar diçka nga vetja e tyre edhe së jashtmi. Për shembull, fustanin e trëndafilit e ka dizenjuar Uesla, kjo Kamila, që është në rolin e Dhelprës. Ajani e ka dizenjuar vetë, e ka zgjedhur vetë. Edhe rolin e mbretëreshës po ashtu, vetë vajza ka investu për edhe mbreti po ashtu. Kështu që të gjithë fëmijët kanë marrë nga njëri tjetri, pra kanë bërë një skicë të përbashkët dhe i është besuar dikujt që e falenderoj, është kostumografja, stilistja Hatixhe Shehu. Falenderoj, dhe kjo është prind nxënësi dhe është për të admiruar që ka dhuruar veshjet e fëmijëve. Gjithashtu copat aq të bukura dhe copat më të mira i ka dhuruar po prap një nxënësja ime që ato kanë Haya the Collection, ato kanë faqen e tyre, kanë biznesin e tyre, dhe kjo më ka bërë që të besoj që vërtet është hynore kjo, pra ka një dorë hynore të kjo nismë. Nuk është thjesht, unë që kur e kam nisur, i besoj ati ligjërimit hynor që thot Zoti merr vendim dhe mbështet ju Zotit. Ne thjesht kemi marrë vendimin dhe kemi bërë ato ecejakjet tona për ta formsuar këtë ide dhe jam e bindur që përderisa kemi arritur deri këtu,
kam parë, do me thënë kam lexuar edhe dorën hynore këtu. Dhe te kjo foto, unë jam mrekulluar. Jam mrekulluar. Ne jemi të gjithë pjesë e një teatri hynor. Kjo është një teatr hynor. Dhe ne kaq i kemi arritur, do me thonë, që ta sjellim. E falenderoj shumë Gjinon që ka përqafuar idetë e fëmijëve, që ata ta sjellin në formën më të bukur, jo vetëm ta edukojnë veten duke mësuar pjesë teatrale, duke i përbrendsuar, kuptuar, shfaqur në formën më të mirë, por edhe I ka dhënë mundësi që të bëjë një pjesë. edhe atë formën ose ngjyrat që i kanë dhënë nëpërmjet veshjeve. Falenderoj profesor. Kjo përshtuar edhe faktin që fëmijët përveç se interpretimit, në këtë rast, ky rast flet edhe për talentet e shumta që kanë, si në skicimin e kostumeve, apo rasti i Arbës që zbuluam që kishte një zë vërtet shumë potent për të kënduar, edhe talenti absolut, po, i Ajanit për rolin që interpretoi dhe për faktin që ka shumë të lehtësueshëm dëshirën për të interpretuar që dritat e skenës të jenë mbi të, Weslën, e cila është tamam si një trëndafil i bukur aty, shprehse, emocionuese me skenën e vet, çiftin, Muhamedin edhe Sabin, të cilët luajtën rolin e mbretit dhe mbretreshës, sollën edhe komicitet, padyshim edhe Tesin në rolin e Gjarprit, Kamilën në rolin e aviatorit dhe dhelprës, edhe Aishën që interpretoi princin e vogël, e interpretuar nga një gocë me një paruke të verdhë dhe me kostumin e princit vogël, e cila la shumë bresa ke spektatori dhe padyshim duartrokitjet dhe ovacionet për shfaqjen e treguan këtë më së miri. E kishin qa në gjuhën e popullit. Po. Të gjithë, nuk e di. Unë më emocionova dhe vetë, sepse edhe e dija, edhe i kisha ndikë, edhe më emocionova. U emocionuam patjetër sepse ne që ishim kjo regjia dhe kishim gjatë gjithë kohës jo komanda këtu, jo volumi, jo pamjet, jo projektori, jo dritat. Do me thënë, e ne jam ka korrigju një 4-5 herë që ke arru të fusësh këtë, sepse më merte ajo që shikoja. Edhe që ka ndodhur një defekt teknik ka qenë se na thiti komplet shfaqja. Po, na ktheu spektator. E dha atë efektin që duaj. Zysh, siç e tham se Tesi është edhe vajza juaj, është vajza këtu. Do kemi mundësi t'i njohim. Domethënë kam një pyetje të tillë, si pikpamje, si mami dhe si zysh, sepse ti i njeh të dyja aspektet. Sa mendon se një aktivitet i tillë ju duhet fëmijëve sot? Si mësuese edhe si nën, si mami. Po flas njerëz si prind, duke qenë se jetojmë në një kohë ku digitalizimi ka pushtuar, e them vërtet ka pushtuar, do me thënë, kohën e fëmijëve tanë, edhe ne nuk i ikim dot kësaj gjoje dhe duhet gjetur se zbën një mënyrë që fëmijët tanë ta shfrytëzojnë anën digjitale, por duke parë diçka me vlerë. Edhe që në momentin që është bërë shfaqja, s'po them që materiali që është i dokumentuar prej jush, prej një viti, vajza ime pa pushim çdo herë ka parë batutat, pra në kohën e lirë shifte në video batutat me fëmijët, shprehit, çdo gjë që ka bërë, pra zinte kohën vetes duke parë veten e vet, jo duke parë të tjerët. Pra shifte diçka me vlerë. Si prind them ka ndihmuar jashtëmase ky aktivitet që fëmia im të krijojë një lidhje të fortë me librin, se ne e dim që është vakur shumë dëshira për të lexuar. Këtë e lexoj në dimensionin tjetër si mësues, po te fëmia im është bërë edukuese, e kam parë si një vegës që vërtet është tregu. Pra, libri ka kaluar në plan të dytë në kuptimin që është përvetësuar dashuria me raporti me librin dhe ka kaluar në një stad që të interpretohet libri. Dhe unë sinqerisht e falenderoj vajzën time, se në fillim ka qenë e tërhequr, mirë po unë jam me atë idenë që fëmijët edukata është disiplinë,
edhe më frymëzon shumë një shprehje nga Carlo Collodi që thotë fëmijët që nuk dëgjojnë prindërit dhe nuk shkollohen, kur nuk do të kenë jetë lumtur. Dhe unë ja kam thënë disa herë këtë gjë, po edhe duke krijuar mundësinë fëmijës tim që ta shite, që mos besonte thjesht fjalën time, por edhe ta përqafonte plotësisht atë ide që kisha. Edhe e falenderoj sinqerisht që ajo është ndjerë mirënjohëse që unë e kam ndihmuar që ajo ta përqafoj këtë gjë. Si mësuese, unë jam mësuese e shkencave eksakte, por edhe aty duhet aktrim. Edhe sot po digitalizohet çdo gjë. Pra nuk është më ai nxënësi që thot mësimin përmendësh ose zgjidh një ushtrim, sot duhet ta paraqes në një mënyrë ndryshe. Pra, kjo lloj mënyre, për shembull, kur ti arrin të interpretosh bukur, po themi në skenë, ti je një interpretues shumë i mirë i një projekti nesër, i punës tënde si nxënës, një projekti si nxënës, nesër mund të jesh prezantues ose përfaqësues ose mund zgjedhësh marketing të një diçkaje, është mënyra më e mirë t'ia kurosh që në vegjëli, t'ia edukosh të gjëra, sepse nëse sot për shembull, po më thoshte dikush që si është, a do pranoj në një studio televizive, ja e them sinqerisht që hezitimi im ka qenë sepse ne nuk jemi edukuar me atë prezencën tonë vizuale. Jemi shumë të mirë, jemi shumë të bindur, po kemi ngërës si shoqëri këtë. Prandaj sot, për shembull, gjithë prezantuesët ose ata të cilët zgjedhin ekranin, normalisht që bëjnë trajnime, kështu që unë them që teatri është gjëja më e mirë, do t'ju shërbej edhe në auditoret ku ata janë nxënës ose student, por që do t'ju vlej është një investim që do t'ju vlej më vonë. Prandaj unë e kam lexuar, e kam thonë vajzës time që ti po investon gjën më të bukur. Kështu që jam e kënaqur, sinqerisht jam e kënaqur. Mendon se Tesi e ka bërë të hapin e madh, atë hapin si të themi që të jetë pjesë e një skene akoma dhe më të madhe në vonë? Unë tani të ardhmen nuk e di, por unë ndjej atë zërin tim të brendshëm. Unë synoj, përderisa më ka quar Zoti në rrugë, në këtë rrugë tim një njeri që është profesionist, është një njeri që është një person, është një profesionist që i shef gjërat në detaje edhe nuk cënon edhe atë kufit e mi shpirtëror, them pse jo vajza ime ta ndjek këtë lloj rrugtimi. Krahas ndonjë profesioni që mund të zgjedh në jetë. Në fakt Exuperia edukon të fëmijët që njeriu duhet përqafoj disa profesione dhe kjo është një mënyrë që ai t'i zër kohën vetes që të mos merret me gjëra koti, mos të hallakate. Do me thënë mund të bëj një kohësisht shumë profesione në jetë. Po arti është ushqim. Është ushqim se është kontakt me librin, është urë që të lidh me në çdo situatë. Kështu që unë them që Tesi e ka përqafuar edhe nëse profesori do ta pranonte si nxënësen e tij, me kënaqësi unë do investoja maksimalisht që kjo ta ruante këtë investim, por edhe nëse unë nuk do mundem, ajo vetë të investoj për veten e vetë për profesionin. Kuptoj, po. Se do të bëja një pyetje pak që ka shumë lidhje me gjën, po si thua se siç edhe e thatë edhe ju që ne jemi pjesë e një komuniteti musliman. Dhe si thua, a doja këshilloje familjeve muslimane që këtë gjë ta bënin, do të thënë fëmijët e vet i bënin më shumë pjesë të aktiviteteve të tilla, se ndoshta mund të jetë pak një si zbeje. Jo, komuniteti musliman, unë normalisht që unë nuk them që ajo që kam bërë unë do ta bëjnë të gjithë, se s'do t'ju pëlqej të gjithë ajo që bëj unë. Por mua e rëndësishme është që më pëlqen mua dhe janë ca njerëz që e kanë vlerësuar këtë gjë. Pra, kam një feedback pozitiv, që jam në rrugë të mbarë. Komuniteti i muslimanëve, unë jam pjesë e komunitetit, po unë flas për veten time, përfaqësoj veten time, e kanë të zhvilluar goxha sepse kanë institucione arsimore, dhe përderisa kanë zhvilluar ato disiplinat shkollore, patjetër që pjesë e kurrikulës është edhe lëndë mësimore, është edhe teatri.
unë them që kjo që kemi bërë ne, po flas nga eksperienca si pjesë e stafeve të shkollave të Tiranës, nuk bëhet në për shkolla. E them sinqerisht, është një gjë komplet ndryshe, është një ndoshta në akademi. Kështu që unë doja sugjeroja që ta zhvillonin dhe të investonin të kjo pjesë dhe të ndihmon të jashtëmase fëmijë, që të lidhen jo vetëm me librin, letërsinë, po me çdo lloj literature. Siç e thash edhe pak më përpara, patjetër që kjo është kryesisht për komunitetin musliman. Ne jemi shumë të kujdesshëm në tematikën e gjërave që duan të përcjellin. Ne nuk na intereson që të bëjmë një show që të ketë ekzibicionizëm, të ketë regji të jashtëzakonshme dhe të mos komunikojë asnjë vlerë. Fundit e gjithë kjo histori bëhet që nëpërmjet teatrit ne të përcjellim një vlerë e cila e ka rrënjën në mësimet e besimit tonë. Pra, këtë besimin tonë ta përcjellim nëpërmjet kësaj forme. Kjo është besoj edhe nëpërmjet kësaj shfaqjeje, nga feedbacku që kemi marrë nga publiku që ka qenë pjesë e këtij komuniteti, padyshim që ndihemi shumë mirë me veten tonë dhe të pastër me veten tonë radhë të parë që kemi arritur që gjithë secili prej fëmijëve të përcjellë një mesazh shumë të rëndësishëm. Kuptoj po. Doja të bëj një pyetje kështu se unë e di që të nisësh diçka të madhe, sepse nuk është një gjë e vogël kjo, duhet mbështetje. Edhe e di që edhe ke pas zgënjime gjatë kësaj kohe. Sepse ka pas të nga ata individ që kanë dashur të ndihmojnë edhe një moment janë zhduk. Nuk më falë, zysh, vetëm sa për hapje, sa për parantezë. Asgjë e suksesshme nuk vjen pa zhgënjime dhe pa pengesa. Kështu që ajo që doja të thoja është që kjo është goxha mesazh, ky që aty. Doja të thoya këtë që ju tashmë si thua thyet një akull, e bët një po e quaj tabu. Ndoshta nuk është fjala fikse që quhet, që duhet, po që po. Dhe unë kam bindje të plot që këta individ do fillojnë të kopjojnë këtë që bët ju, ose ndoshta kanë nisë ta kopjojnë këtë gjë. Dhe duke ditë si ka vajt çdo etapë e këtij udhëtimi, ju shtyn kjo që ta vazhdoni akoma dhe më shumë këtë gjë? E para, unë nuk zhgënjehem kur kam pritshmëri nga njerëzit. Duke qenë se unë e kam vazhduar të rrugtim, nuk kam patur pritshmëri nga ata cilët janë tërhequr nga ky aktivitet. Ka qenë një dëshirë, i vlerësoj për aq kohë sa kanë menduar pozitivisht, edhe i mirëkuptoj sepse unë e kam parim biles edhe vetë mesazhi i veprës është lexosh me sytë e zemrës, pra të lexosh për te asaj që shfaqi njerëzit. Unë fal stafit që kam patur dhe njerëzve dhe këtu falenderoj, është një person i veçantë në rrugtimin tim si mësues, sepse ajo ka qenë nxënësja ime. Ajo sot është inxhiniere specialiste. Ajo ka qenë pjesë hap pas hapi, do me thënë ka qenë gjithë kohës pas meje. Kështu që e kam parë si një augur të mirë që unë duhet vazhdoj përpara. Unë them që Zoti ka dash, ose përvoja ime ka dash që të më shoh mua vetëm të gjë. Do me thënë që ti mësoj gjërat pa qenë në diktatin e të tjerëve. Jo se unë jam person që nuk më pëlqejnë urdhrat nga lart, jam një mësuese vartëse diku që ndjek rregullat, sepse unë kam një parim biles e thon tiranësit, shtëpia me tegla, qeveria me rregulla. Më pëlqen, do me thënë, që të bashkëveproj me syrin e realizimit të diçkaje, por përderisa unë kam arritur deri këtu, unë nuk e kam parë si zhgënjim, thjesht ata cilët nuk arritën ta përqafonin këtë gjë, nuk e kanë patur bekim. Me thënë, unë them që të vjen nga njëherë e mira në derë dhe ti thua jo. Kështu që unë falenderoj Zotin që më rrethoj me njerëz që vërtet e kishin shqetësim, edhe ja dolëm në fund.
Unë nuk vi fare nga bota e artit, por tashmë jam përfshirë plotësisht në botën e artit. Duke qenë se kam, thash edhe njerë që është fëmia im, gjithë këto janë nxënësit e mi dhe i quaj dhe si fëmijët e mi. Kështu që unë them gjërat e bukura, gjërat e mira, i përqafojnë vetëm njerëzit që kanë zemër të mirë dhe e kanë të qartë idenë ku duan të shkojnë. Thjesht më është pastruar rruga që unë të realizoj atë që kisha synim. Them prapë është në i dorë hynore që i ka largu Zoti që unë t'i shkoj gjërave në fund. Dhe ju falenderoj që ju ishit pjesë e këtij rrugtimi. Dhe ja dole. Them se po. Ti thua se po, unë them po. Them se po sepse unë jam kritike për veten, duke qenë se kemi në plan ta bëjmë shfaqjen publike, jo brenda atij komunitetit ton. Gjithsesi unë jam me ato, përderisa kam marrë feedback nga një komunitet prindësh të cilët kanë besuar fëmijët e tyre që ne t'i orientojmë në këtë fushë, për mua nuk ka asnjë lloj problemi, do të thonë nuk do t'ju pëlqejmë të gjithëve. E rëndësishme është që më pëlqen mua, janë ca njerëz që dëshmojnë. Edhe secili i ka rrugët e ndara. Kuptoj, po. Gjino, do doje të luaj një pjesë që ti ishin dhe fëmijët, po t'ishe edhe ti pjesë e skencës. Patjetër. Unë kam pas në eksperiencën time përpara rreth 2 vite që kam bërë një shfaqje në teatrin ku unë punoj, Teatri Metropol, që quhej Rroba qepsi i fjalëve. Edhe aty kam qenë, si më thënë, një personazh shumë i lezetshëm, i cili qepte rroba për atë qytetin e vogël ku jetonte dhe visheshin fëmijët, visheshin pleqt, po rrobat i thurte nëpërmjet fjalëve të bukura. Pra, fjalët që ai kombinonte njëra me tjetrën krijonin një shall të bukur, diçka të bukur e tjerë. Edhe erdhi një moment që kjo qyteza vogël u bë qytet, u bë metropol, dhe askush më nuk e kishte mendjen ke rroba qepsi i fjalëve, sepse u digitalizua gjëja, filluan zhurmat, makinat, filluan t'i çonin rrobat rrobat e vjetra të rroba qepsit, ato i hidhnin plera dhe vishin rroba firmato. Më kupton? Pra, rroba që i gjen brendet më të njohura, edhe firmat më të bukur, më të dëgjuara. Edhe një moment caktuar, një dimër i madh mbulon këtë qytetin, edhe nuk e ndjen më atë cilësinë e ngrohtë që t'jepnin rrobat e rroba qepsit, dhe banorët e qytetit fillojnë e kërkojnë anë mban, edhe derisa e gjejnë të strukur në atë punishten e tij të vogël, dhe e zbulojnë edhe fillojnë edhe një herë veshin me rrobat e tija dhe ka një happy ending fund. Për t'i rënë shkurt, pra kam pas pjesë të eksperiencës time, edhe një shfaqje tjetër më përpara, atje ku mali takon hënën, kam pas një perandor nga këto aziatikët kinez që kanë qenë diçka e tillë se s'kujtohet mirë, u bë kohë në fakt. Kështu që e kam pas në eksperiencat e mia artistike shfaqjet për fëmijë, dhe është një emocion krejt i veçantë, sepse t'japin mundësinë që ti të komunikosh me publikun që është kryesisht publik fëmijësh, sepse për fëmijët bëhet. Edhe është një interaktivitet shumë i veçantë kur ti je aktor në një shfaqje fëmijësh dhe ke përballë spektator që janë fëmijë, sepse gjithmonë ka bomba që plasin, ka shumë të papritura. Fëmijët nuk dinë të gënjejnë, asnjëherë thonë gjithmonë të vërtetën, kështu që është një eksperiencë jashtëzakonshme. Unë kam bërë me këtë shfaqje rroba qepsi i fjalëve, nuk e di se sa shfaqje, domethënë mund ta ketë kaluar 40 shfaqje, 40 a 50, kush e mban mend, edhe gjithmonë për herë të parë sa vija që fillonte shfaqja kisha atë freskinë, atë dëshirën për ta bërë këtë shfaqje. Kështu që është një eksperiencë shumë e bukur. Të pëlqen puna me fëmijët? Po, më pëlqen shumë. Në vazhdim, si kemi planet, domethënë, diskutoj që ndoshta edhe mund të sillet shfaqja. Shiko, ne jemi përpjekur që të bëjmë një shfaqje dinjitoze, pavarësisht se ne e quajmë provim gjithë kësaj periudhe që kemi punuar, por që nuk kam qenë i idesë që ta lë në nivelin e një provimi teatral ose artistike dhe të them okay se kaq është mirë për këta. Më kupton? Jam përpjekur gjithmonë që të shkoj ke 100 për ta pasur 80-ën të garantuar.
dhe uroj shumë që ndoshta edhe me pak rregullime të ndonjë skene apo ndonjë pasurimi që mund t'i bëhet shfaqjes, qoftë edhe në aspektin regjizorial të dritave, qoftë në etyde që mund të shtohen, ndoshta shfaqjes e cila është diku ke 55 minuta, 1 orë, t'i shtojmë edhe një 5-10 minutë maksimumi dhe ta plotësojmë pak më shumë në aspektin pozitiv të fjalës, edhe pse jo, mund edhe ta shëtisim në për teatrot e Tiranës, nëse do jetë mundësia, po jo vetëm Tiranës. Inshallah, pse jo. Zysha do jetë backstage, gati. Edhe po doj mos jetë tani nuk e lëmë njëri që... Mua më është diktuar roli, kështu që unë jam pjesë e shfaqjes, po jam në backstage për t'i shërbyer shfaqjes. Unë falenderoj gjithashtu se përmenda se nga që doli fotoja me veshjet, pjesë e shfaqjes kanë qenë dhe objektet. Edhe falenderoj për shembull në ndashur syze e gjëra, falenderoj optikën. Me thënë, ajo na ka shërbyer që ne mos ta ndjenim nevojën me shku me ble syze diku. Falenderoj gjithashtu aksesorët që janë dashur fëmijëve, Alaroni Style, edhe kjo është prind nxënësit. Gjithta janë prindër nxënësish, që janë edhe pjesë e shfaqjes, pra kanë kontribuar vetë, jo për fëmijët e tyre, por për fëmijët që kanë qenë pjesë e trupës teatrale. Gjithashtu, mua më duhej në rolin që kishte vajza ime, në rolin e biznesmenit, i duhej një teleskop, edhe komunikova me një faqe astroholik, edhe më thotë me nath, edhe më thotë, e ke për shfaqe? Dhe me thonë, më bëri dhurat, kështu që e falenderoj sinqerisht që ata u bën pjesë e këtij lloj rrugtimi. Prandaj them është diçka ndryshe nga ajo që njeriu ndan sa të ardha do bëj një aktivitet, pra kanë ardhur gjërat edhe pa e menduar fare. Gjithashtu falenderoj jashtëmase edhe tim shoq i cili është treguar, me thënë, nëse unë kam qenë backstage tu, ai ka qenë gjithë kohës, edhe duke më nxitur vazhdo, se unë ka patur dhe situata që kam tregu shenja lodhje ose nuk e dia do shkoj, ai ka qenë gjithmonë që ka thonë se doja dalësh, kështu që e falenderoj jashtëmase për energjinë pozitive që ne t'i shkojmë gjërave në fund. Ka qenë një rrugtim shumë i bukur, me shumë ngjyra dhe është nga ato, si më thënë, është nga ato në albumin e jetës, është nga ato faqet, me ato fotografit që ty të ngelin dhe besoj mua, do më ngelin për një kohë shumë të gjatë në mendje. Sepse, si që thash, puna me fëmijët, për ta thënë, si më thënë, me kokë poshtë. Puna me të rriturit në ka ardhur deri këtu. Këtë doja të thoja. Kështu që puna me fëmijët është shumë e veçantë. Është një punë fantastike. Edhe që luan gjithë fëmijë dinamik? Po, janë shumë, nuk e di, se nuk du t'i bëj reklam, po janë fantastik. Nëse ne do i njohim pas pak, sepse kemi fatin që ti kemi të gjithë. Këtu janë të ambienti i dytë, momentalisht. Dhe shoqëri nuk o bën zhurmë. Nuk e di çfarë ndodh. Janë disiplinuar, arti i ka edukuar që të respektojnë çdo fazë. Kështu që kjo është pjesë e aktivitetit, edhe ata janë disiplinuar. Patjetër që e kanë pas këtë regjimin ushtarak, e kanë pas pjesë të orës mësimit, kështu që... Jo, do ta theksoj këtë gjë në fakt se edhe ty vetë filluan të duan shumë, edhe fjalën tënde i kishin kështu ligj, se unë i shifja në momentin që ti mund të ishe poshtë, duke unë gjithë, ishin gjithë duke lëviz, kështu, luanin, e ke ident se ti njef, sa dëgjoj këtu, Gjino ishin gjithë gati. Do mundohem ty nga dera tjetër, që ti kap ma. Futur që këtej shkallë. Tani ke depërtuar aq shumë brenda tyre, sa që kanë filluar edhe të kopjojnë me zërin që bën në çdo lloj roli, të kopjojnë kuptimin e mirë të fjalës. Pra, edhe kurs janë këtu pjesë kursit, ato vazhdojnë në shtëpitë e tyre që, domethënë, e kanë bartur atë pjesën që ti ke dhuruar, e kanë marrë me vete, e mbajnë me vete, dhe kjo është kënaqësi. Bëhet qefi që ata kanë arrit ta materializojnë udhëzimin artistik që kanë marrë, edhe ta zbërthejnë ke vetja vetë, dhe për këtë ndihem mirë edhe krenar, pse jo,
sepse ata kanë arrit kuptojnë që nuk është thjesht diçka teorike që është diku rreth e qark teje. Është diçka që është brenda teje, që ty të vjen momenti hypën në skenë dhe e shpërfaq, dhe ata e kanë bërë më së miri këtë punë. Besoj që jo vetëm ti, po edhe ata do i zemalli që të punoj. Kështu, ishte shumë kënaqësi që bëm këtë bisedë bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Nuk është si gjithë biseda që bëjmë gjatë ditëve, është diçka më e veçantë sepse do të japim një mesazh të gjithë. Patjetër. Dhe doja shumë që të kishim më shumë biseda të tilla. Ajo që do të them është që më shumë shfaqje, më shumë biseda këtu. Patjetër. Uroj me gjithë shpirt që gjithmonë të kemi diçka të mirë për të promovuar, një mesazh pozitiv për të përquar në këto kohë të vështira që po jetojmë. Besoj që është një moment ku sikur secili t'jap sadopak investim pozitiv në gjithë katrahur ku ndodhet realiteti sotëm i botës dhe i globit në përgjithësi, sikur secili të bëj sadopak aq sa ka në dorë për të përmirësuar diçka, ke vetja rreth parë dhe te komuniteti ku aderon rreth dytë, besoj që gjërat do ndryshojnë për mirë. Në fundit ky është misioni që ka arti. Është mision i madh. Unë them që ky aktivitet tyre fëmijëve ju ka turbulluar ato panoramën e hidhur me thënë drejtën dhe të dhimbshme që rrjetet sociale shfaqin çdo ditë me ngjarjet që ndodhin anë kënd botës. Domethënë nuk po specifikoj dikë. Biles kemi patur fëmijë që kanë performuar në provimin e etydeve që kanë pas, kanë performuar situatën e fëmijëve që sot po vriten, fëmijëve në Palestinë. Dhe ne jemi munduar që nëpërmjet angazhimit të kësaj kohe jemi munduar që ata mos ta ndjejnë dhimbjen aq shumë të atë dhimbje që ata shpesh herë domethënë na kanë shprehur në kontakt pse vriten fëmijët. Dhe ne jemi mundu me këtë lloj aktiviteti që t'i ngushëllojnë dhe fundja edhe të jenë falenderues që jemi në një zonë, në një pjesë të globit të këtij planetit ton, bëjmë diçka të bukur, bëjmë diçka të mirë që ata ta përqafojnë jetën ndryshe, mos ta shohin me ata me sytë e asaj të cilën ne po përjetojmë çdo ditë. Të japim pak pozitivitet. Po, që domethënë të kenë një rutinë, le të themi që të jetë e shkëputur nga dhuna apo të jetë e shkëputur nga materialet e pafiltruara që dashje pa dashje të ofrojnë rrjetet sociale. Kështu që besoj dhe ky ka qenë në diskutimet tona të para me Zhyshën, ka qenë, si më thënë, qëllimi ose ai niyeti i primar i gjës që ne nuk kemi marrë përsipër misionin që fëmijët i bëjmë aktor apo t'i mbushim mendje që të zgjedhin artin e aktrimit apo akademinë e arteve. Misioni jon rreth parë ka qenë që fëmijët nesër pas nesër nëpërmjet filtrave dhe disiplinës kësaj pune të bëhen qytetarë më të mirë, të zgjerojnë bagazhin dhe horizontin e tyre, të lidhen më tepër me pjesën e studimit, librit, interpretimit, edhe në fund ditës të jenë më të ngopur dhe më të plotësuar me veten e tyre, sepse një individ i cili është i kënaqur me arritjet e veta, atëherë është, si më thënë, është një aset për shoqërinë. E kundërta ndodh kur individi është i frustruar, ku nuk di ku të çojë energjitë e veta, ku nuk ka një hapësirë për të shpenzuar talentet e veta, mendoj që sjell vetëm ndrydhje dhe frustrim ke qenia. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Momentalisht po e boshojmë studion sepse do vinë ata. Do vi. Do vi fëmijët. Okej. Faleminderit që na bëre pjesë të studios tënde. Edhe shpresoj që mos kesh frymë nga aktivitetet që ti pasqyron nëpërmjet optikës tënde, aparatit tënd, kameras tënde. Faleminderit shumë. Faleminderit ne. Unë kam fatin të kem sot këtu me mua, dhe siç e shihni edhe studio është plot sot, saqë s'kam as tavolinë, se s'kam vend ku të vendos.
Dhe nuk do atu më kohë me fëmijë sepse di që fëmijët janë lot, sepse jemi një ditë fiks pas shfaqjes dhe do doja ta nis me gjithë, si fillim do ato di nga unë ju njoh vetë, po publiku shikoj si ta din kush jeni, domethënë si quheni të gjithë nga një edhe pjesa që ju keni pas si kjo shfaqje. Nisim me Ajani. Përshëndetje, unë jam Aja Meta dhe jam 10 vjeç. Rolin tek shfaqja Princi i vogël është Mendje Madhi dhe Fenerdezës. I dyti është Muhamedi. Unë jam Muhamet Qenami, jam 11 vjeç dhe rolet e mia ishte gjeografi dhe mbreti. Gjeografi ishte një rol gazmor dhe mbreti ishte një rol serioz. Të pëlqen ta luash? Roli mbretit më pëlqen të ta luaja, po gjeografin e kisha pak më shumë me qef. Pse të pëlqen më shumë? Sepse gjeografia drejtoi princin për për në tokë dhe princi prandaj takoi gjithë ato të tjerë. Vazhdojmë. Përshëndetje, unë jam Arba Kaplane dhe jam 11 vjeç. Rolet e mia ishin PlayStationi edhe lulja. Roli PlayStationit ishte shumë ndryshim nga lulja, se lulja kishte opera, kishte soprano më shumë. Ishte pak melodike. Po, Shko do ma thua se ishte PlayStation, po do e thua si lulja. Ja. Me melodi. E bëndot. Ke emocione, s'kaq, pastaj. Përshëndetje, unë quhem Tesnima Rexhepi dhe jam 13 vjeç. Rolet që mu dhanë tek pjesa Princi i vogël janë biznesmeni dhe gjarpri. Aisha? Unë jam Aisha Ferko dhe jam 9 vjeç. Roli im ishte Princi i vogël. Në shfaqjen Princi i vogël. Si ishte ta gostita? E jesh djalë, ti vetë e vaj, si ndjeshesh po luaj një djalë? Ishte pak e vështirë, po... U ambientove shpejt. Po. Se të shkonin edhe flokët bjonde. Unë jam Kamila, jam 13 vjeç. Në shfaqjen Princi i vogël kisha rolin e aviatorit dhe dhejtpërs. Unë jam Sabina, jam 14 vjeç. Në shfaqjen Princi i vogël, përpas rolit të rriturve, kisha rolin e mbretëreshës dhe ndërruesit të binarëve. Unë jam Mesta Bibili dhe jam 14 vjeç dhe unë kisha rolin e trëndafitit. Sa petale kishe? E mbon? Sabi të i kishe dike që s'dëgjonte nga veshët iq. Pa. Të bës si diçka, nuk e di ndoshta 5 diq për edhe këtë që s'dëgjonte. Jo, me thënë të drejtë. Jo, do me thënë të pëlqente ta luaj. Jo, në fakt, preferoj më shumë mbretëresën. Me ndërruesin e binarëve nuk isha shumë e sigurt si do më shkonte shumë ai rol, por më përpoqja të futesha brenda rolit, ta bëja sa më mirë tjetë mundur, pavarësisht se më shumë shijoja mbretëresën, me thënë të drejtën, por doli që ndërruesi i binarëve ishte një rol shumë humoristik dhe që ti e sove si që duhet në fakt, edhe komplet notat që i duheshin. Ti Kamila si mendon të bësh një patent avioni? Ndoshta. Ja, unë pëlqen shumë udhëtimet, po që t'jem vetë aviatorja, jo, ose pilotja, nuk besoj se do ishte e përshtatshme. Se edhe më të bi avioni, ndoshta që. Si të rësket. Do me thënë, në momentin që u bë diskutimi kësaj shfaqje, si unë djetë. Në më thënë, kohën që u zgjos që do bëjt kjo shfaqje nga Zysha dhe nga Gjino, cilët i kishim tek pjesa 1, si unë djetë ju në kohën që u thakë, që u vendosë. Pe njifnit si pjesë? Pa, Lëtomi. Shiko, okej, po kthehemi pak në kohë, se do të keni dhe emocionin po këtë. Kthehemi që tek audicionet. Që në kohën që ju mësua që po bëshin të audicionet. Vendosët vetë që të bëshin pjesa, apo ju shtiu dikush? Unë vendosa vetë dhe më pëlqente, më përpara më pëlqente kjo aktivitet. Të pëlqente, ta di s'pëlqen. Jo, më pëlqente tani, por para se
të merja vesh që do bënte ky aktivitet, unë kisha e dija që unë kisha pasion për teatr dhe bëja disa mimika, fiktyre apo zërash. Do të thënë e kishe një shkëndi. Po. Dhe atje e thej që bavete se zbën. Po. Kalove? Duket se beshaka. Muhamet? Kur e kuptova që do bën audicionet, unë në fillim nuk doja, por pastaj kur e kuptova do të thënë më pëlqeu ideja dhe pastaj e provova një herë dhe ja dola mba. E di që ka shpesh nga ata individ që nuk duan ta bëjnë diçka po dalin me sukses. Po. Një nga shembujt që është që njihet në gjithë botën është Celine Dion, dhe se Celine Dion e njihni. Celine Dion është ikonë e muzikës. Dhe një nga këngët që ajo bë e famshme është kënga që është e filmit Titanicut. Dhe po. Dhe në kohën që është bë kjo këngë në studio nuk ka dashur ta bënte ajo. Dhe ju lut ai që e menaxhon akoma. Ju lut bëje dhe nuk donte dhe ka vaj ka lut tek dubël. Se nuk e donte si këngë. Ajo është kënga që u bë pastaj Celine Dion një ikonë. Kështu që edhe Muhamedi ka qenë nga ata individi që s'ka dash, po që ja doli me sukses. Apo jo? Vazhdojnë t'jeni emocionit edhe pas shfaqjes. Lulja, si ka qenë në momenti jot e audicionit, emocionit, që më mund? Unë faktikisht që kam vendosur vetë që të isha pjesë e aktivitetit, sepse unë e kam pasion, gjithashtu edhe talent. Edhe në audicione kisha shumë emocione, shumë të papara. Emocione vazhdojnë, duket. Kamila? Ndryshe nga Jani, unë nuk është se kam pas shumë pasion aktrimin, por që më shtyu dhe Syshen Smerja dhe mami që të merja pjesë në audicione dhe doli që isha talentuar dhe dola me sukses. Ju që se dini, Kamila ka vëlla Muhamedin, dhe do më thënë që të dy se keni pas shumë e qefë, po që të dy ja doli me sukses. Do më thënë do ishte një humbje e madhe që nuk do ishte të dy. Aisha. Unë në fillim e kisha pak me dyshim të fusja apo jo, pastaj mendova, më shtyll pak dhe mami, edhe e vendosa, pastaj i thash dhe Kamilës, gjithashtu që të bërte pjesë, e binde dhe atë, sigurisht e binde dhe mami vetë, edhe ajo mori pjesë dhe doli që të dy mori pjesë bashkë me Muhamedin. Do më thënë, pas ka kisht Aisha. Do më thënë, vazhdoni të gjojnë mamat se pas kanë zgjedhje që ja vlen. Si. Unë fakt edhe unë e kam pas me më dyshe, por me shtyrjen e mamit, duke parë se kishim edhe tjerë shoqe, i që thash më mirë po futem se ndoshta na del me sukses, edhe mami thonte do dal diçka e mirë, do kalosh mirë, edhe me vërtet doli diçka e bukur, kështu që jam mirënjohëse për ta. Ju që se e dini, Tesi është vajza e Zyshës. Edhe, fakt do të bëja një pyetje nga cmuse këtu, për s'ta bëj. Ja, do ta bëj. Se tani Zysha ka dhe atë shikim se do si Zysh, e kupton? Veç pjesës si mami. Të shante shpesh në shtëpi që e ke gabim diçka apo jo? Po më thonë, kritikon të normal që do kritikon, se edhe unë do mësoj nga mami, po. Nuk është se në shante, jo, se të shi mami do jetë ndihmësja ime, kështu që. Do jetë ndihmësja jote. Sami? Kur bë audicione, unë në fakt edhe më përpara, se që kisha një pasion për aktrimin. Nuk e di, më duke vetë, më pëlqente të bëja aktrim, pjesa të vogël që bëja me vete në shtëpi kur kam qenë më e vogël. Kur mora vesh që po bëheshin audicionet, vendosa të merrja pjesë dhe mendova pse jo të kem një eksperiencë të re, diçka
një përvojë të re për mua. Po, se që kisha një pasion, po tani e ke. E kam se e kam zhvilluar, e kam nxjerrë në skenë. Muesla? Unë kur i gjova që do bënim kështu audicione, unë si po prisja, kisha shumë e qejf nga që duhet lexoja kështu i poezi i një libri nga autorët e mi më të preferuar. Më thash, ma shqyrë të lexoj këtë. Po edhe që aktrimi më pëlqente shumë, se gjithmonë kur jam vetëm në shtëpi aktrohem si pasqyrë se kisha shumë e qejf. Edhe ja dole, do me thënë. Ka qenë e lodhshme? Se tani, do me thënë, në kohën që bërë një shfaqe, ata i se din që s'jam pjesë e skenës, është një kohë gjatë që punojt, dhe ju tashme e dini. Që minimalisht, minimalja 2 muaj është një kohë pak. Ka qenë e lodhshme? Ka qenë, po të njëjtën kohë ka qenë dhe shumë e vlefshme, kështu që Për mua nuk ka qenë lodhshme. Mua më shumë më ka dhënë energji pozitive, edhe çdo të shtunë që bënim kurs, unë me zi prisje që do vinim në kursin e ta. Besoj që s'ka qenë e lodhshme, në fakt se akoma me veshin e shfaqjes. Edhe Tomi nuk e lëshon. Po ju, pilotët, Muhamedi. Ka qenë pak e lodhshme, por njëkohësisht edhe domethënë kemi mësuar prej ditëve që kemi kaluar kohë në kurs, dhe prap jemi argëtuar shumë. Lullë, se kemi 2 lullë këtu. Do ju them lullja, mund e madhi. Trëndafi, Po, lullja. Lullja. Kursi ishte pak i lodhshme, por edhe duhej që të dilte shfaqja me sukses edhe të arrinim atë gjë. Kuptoj. Shiko se ju ndodhë të gjithve që në fillim pashën pjesë e diçkaje, çdomos diçka e madhe si kapilin jo, kanë emocione që edhe të flasin, qoftë edhe me dikë, e kanë një emocion. Si ka ndodhë kjo me ju? Vazhdojnë të keni të njëjtat emocione, si në fillim apo dikush nga ju ndjetë në situatë si në shtëpi, në skenë? Emocione gjithmonë do jenë aty, por me kalimin e kohës duke qenë në skenë, mësohemi me publikun, që jemi pak më të ambientuar me pjesën e skenës. Vajzat? Jam i të njëjtit mendim si 78-si, që me kalimin e kohës përshtatesh edhe me skenën dhe me publikun, domethënë, dhe nuk është më aq problem. Megjithatë, emocionet gjithmonë do jenë pjesë e jona, si mund ta them. Okej, pa emocionet nuk shijojnë asgjë. Po që është një pjesë dhe të bllokon pak në fillim. Ju besoj e kaluat kështu shpejt e shpejt. Sa dhe një skenë, pastaj çdo gjë zhduket. Edhe unë të flisni, Po, patjetër. Po Tomi ka emocione? Tomi apo Tomi, si ka? Tomi ka emocione. Edhe unë edhe Tomi kemi emocione. Kush kishte më shumë tekst, ti apo Tomi? Unë. Si ka qenë bashkëpunimi midis jush? Ju njiheshin në film apo jeni njohur këtu? Faktikisht Kemi qenë Do me thënë një pjesë nga ju? Po, një pjesë. Po gjatë kohës si po bëj, më falaj se po flisë. Qa po të ju falë? Thoja që disa nga ne ishin me një kurs tjetër, kurse disa ishin nga një kurs tjetër, pasi u bashkuan dhe u bën këtë kurse. Më thënë ju ka litë shkolla se? Po gjatë kohës si po bëj komplet puna e shfaqjes. Si ka qenë bashkëpunimi me ju? Shumë mirë ka qenë. Ka qenë ndonjë nga ju që ndoshta edhe zjeshit pak? Nuk besoj se kemi pasur të tilla raste. Në kuptimin që ngacmoheshit Po, me shaka po, jo që kishim ndonjë gjë serioze. me shaka gjithmonë. Po, patjetër. Po. Cili është me shaka gjithë këtu? Nuk e di. Po veta jam, nuk është nevoja. Po shaka gjithë në gjetën, po dikush që nuk do të dilte jashtë temës të vetë, jashtë fluskës të vetë, kush është?
që kështu dhe pikë, s'bë. Se kam Nuk mendoj shumë se përderisa E di që nuk ka, e u fyta ka stile se dua të di që dhe thoshit. Ju ka ndodhur ju që të në moment kështu që keni lënë një objekt, apo edhe tekstin se ka ndodhur kur kishim etyde. Ishim nga skena për të marrë objekte. Tek etyde, po se është edhe pjesa e etydeve në fakt që i kemi disa pamje, se do kalojmë edhe te Westa. Ledio. Kjo është një foto me aty dhe në kallo pak të videot. Ta bisi blendi dhe më pekam shkopin. Ata që kanë pas mundësi të ndjekin fakt që të jenë publik, e din si ka qenë pjesa e etydeve, që ka qenë etydet veçanta dhe ka qenë ide juaj, ja? Mos thuaj, mami. Vesla ka po kuptohet me ndihmë, sepse duhet ndihmë. Vesla, ti ke pas një etyd në plazh. Ti jeti të shkon shpesh në plazh kështu? Të bezdisin mizat në plazh, është etydi jote. Me thënë drejtë nuk është se kam shumë qef plazhet, se rëra njësar shumë nxehtë. Në dipse më pyeta se në qëfë se ka ndodhë kjo me miza në plazh o të pysa, a ke godit diku me shapë kokës si shlodhi me Ajani? Po, në fakt, po. Po, në më të se kishe ty, ti kishe këshu nostalgji. E kishe vërtet. Edhe u kam goditur dika me ujë, kur kam qenë e vogël. Ka që ishin disa njerëz të ulur pranë detit me ato shezlonjat e tyre dhe kam qenë duke goditur me valët e detit dhe kanë goditur njerëzit. Mua, I kanë rënë pikat e ujit. Më falë që ndërpreva Sabi. S'ka i mërë. Sa herë që shkoj në plazh, mu më kujtohet kur Wesla që godet me shak edhe unë bërtas. Wow, what goce! Qabo! Edhe ma bën Wesla. Më falë, desha gjuajt mizën. Më kujtohet kjo kur sa herë që shkoj në plazh. Mizën! M-I-Z-A. Miza! Rrofshë goce! Ajani t'i lumë se kjo ka qenë pjesa e etydit Ajani. Po, e ka si veshin Ajani. Veshin Po, duhet të këshesh Tomi këtu, se në të shkon Tomi me mizë. Po, dhe i pak mundi madhë. Pashiko, na pas ka ardhur një admirues si i. Më ruhet për të përshëndetur të tjerët. Fatkeqësisht, këtej nuk kalon askush. Rrishu plakat me njëra tjetrën. Ti, a më admiron mua? Nuk di të fike, be. Që admirosh që ti thot që të pranosh. Ullë Tomi! Që unë jam më i veshuri, më i pasuri dhe më i mençur në këtë planet. Nuk prish punë, privohet që i dhe admiron. Ajani si ato makina që ndizet edhe fiket vetëm po ngeli pa naftë. Po se të gjithë tekstin ti. Më kujto edhe një backstage, po se dhja dhe ta theme po jo. Sepse ka qenë të etyde. Se ka dhe shumë situata fani në fakt. Se unë i kam ndjekë të dyja edhe shfaqen dhe etyde, kam shumë pjesë e stafi, si tu ashtë edhe. Një nga momentet në fani që unë kujtoj është Ajani që shkon dhe backstage, hante bukë edhe ditë. Ditë në skenë. Një gjë që nuk dhe ta bësh, po që po ta kujtosh qeshe. Ju do në luani një pjesë teksti si Ajani, se Ajani ta një pjesë shumë gjatë. Muhammed, këtë do në luash një pjesë? Geografi. Ta bëj? Po. Geografi Jetë buluar I pili D, sa ku ndodhen detat, lumenjt, qytetat, malet dhe skret të tjerat.
Ani këta pjesët a ishte dhe kërkasë. Ka që mund të bëni dhe bashkë. Po edhe më të më dhe bashkë, nga gjë. Po i mbajti me veç? Mbajme në sigurisht, po. A isha ka mbajt në gjithë pjesën. A isha është, si të thosh, ka pas pjesën më të gjatë nga të gjithë. Ka pas të çdo skenë. Po, në çdo skenë ka qenë Aisha. Bjondi i vogël. Tani da bëjmë shfaqjen bjondi i vogël. Lulja, një pjesë edhe ti. Do bëj rolin e Lules. Po. Soprano. Besoj se janë 6-7, por askush nuk e di se ku ndodhen. E di se Jam të mirë. e di se ke talent edhe në këndim ti. Dhe ta shofësh. Ta studiosh pak të kam thënë edhe në backstage. Në fakt këndoj në shtëpi, po Kuptoj. Jo, në një stilaniti ke emocione dhe nuk po e lëshon komplet zë, si që ke në shfaqje, po unë që të kam pa, e ti, se kuptohet, emocionin kuptohet. Tesi. Qarë pres. Në bësh pak po ta mamë kështu, Në bëj qarë. me intonacion, po. Mirë, bro. Këto është shkretëtir. Në shkretëtir nuk ka njëra. Në mërë primë. Ska, nuk e fare se jemi lost. Si të është duk të flasësh me këtës gjithë kohës? Nuk ka qenë dhe aq e vështirë, por duhet kontrolloja frymën gjatë gjithë kohës sepse duhet ta mbaja atë për një kohë gjatë. Në çdo së të mundshme. Tesi. A ishën do ta lënë fundi. Kam shumë nuk di ka... Mendoj sa. Ose po duash e bëjmë gjithë pjesën. Po pjesën e parë. Kamila? Po bëj pjesën që jam vetë. Po. Një herë, kur isha 6 vjeç, kam parë një figurë të mrekullueshme në një libër që titullohej Ngjarjet e vërteta të xhunglës. Ishte një figurë një gjarpi boa duke llavëruar një elefant. Pasi sa përpjekjeve me një laps me ngjyrë, arrita të nxjerr në dritë vizatimin tim të parë. Dukej pak a shumë gështuar, dhe u vendosa t'ua tregoj të rriturve. Një pyetje kam. Ç'a ndodhi me këtë elefanti? Elefanti nuk dihet. Ka një kështu enigme. Do të themi Gjino si bën një fund këtij elefanti. E ka humbur këtu aty. Ka humbur këtu në tekst. Sabi? Pjesë nga mbretëresha. S'po fillon nga fillimi. Ku të dosh, një pjesë. Ai mund ta bëj atë, por ne duhet të presim derisa të krijohen kushtet e përshtatshme. Një pjesë kohë kam pasur një flokë të gjata dhe bëja kështu, po të qisi. Kështu sa më gjatë. Po, ja. Sepse kemi dhe pamjet, disa foto që kemi shkëput. Wesla? Dua të qash. Sigurisht që unë të dua. Nuk e kuptoj këto për fajin tim, po kjo nuk ka për fare rëndësie. Përderisa të inventet me kemë përderisa të kemë vendosur të ikësh, atëherë shko. Nga të më shohësh duke qarë. Drama në vaksinë. Aisha? Po bëj një pjesë që isha me Kamilën në fund. Zgjidh ka rëzosh. Syri nuk arrin të shoh atë që është vërtet e rëndësishme. Është si në rastin e lules. Nëse ti dashuron një lule që ndodhet në një yll, atëherë ta do shpirti të soditës qiellin natën. Ka shiko, e di sa më ka ndodhur diçka. Se tani unë pjesën e njoh se siç edhe thash e kam ndjek punën nga fillimi në fund. Dhe tek shfaqja, e besoj që gati më janë mbush syt tek momenti jot që ishte momenti i lules që s'të dua ta them në fundin. Sepse dua që ta shikojnë vetë ata që duan ta shohin. Nuk do të zbuloj me pak fjalë nga shfaqja. Edhe ka qenë nga momente që do më thënë dhe unë që e dija që do ndodhte,
sepse isha edhe tek pjesa e audios me Gjino. Edhe ndodhi që gati më mbushën sytë aty. Domethënë kjo ka qenë, nuk e di, një aftësi e jotja që të lumë. Se s'pa di si ta mbet, po të lumë. Dhe fakti që doja të shifja diçka nga ju, ta bëni gjithë se jo vetëm të më ktheni pak tek skena, po të shifja jo vetëm unë, edhe gjithë që po na ndjekin aftësinë që si jeni gati nga momenti ta bëni intonacionin që duhet, edhe gjithë që mund ta mbani mund edhe tekstin. Po që me sa duket gjithë jeni kështu çakmak. Sidomos ti. Ti s'të pyes nëse po fillove. Ti nuk po sa. Cili është momenti që do mbani mend nga komplet fillimi, që nga audicionet edhe tek dje që ishte shfaqja thuaç finale? Një moment që u ka ngel mendje. Mua po Mund të flas kush të dojë, nuk është. Mua momenti që do më ngel në mendje do jetë kur Aisha thot që po vi lula ime. Ajo pjesën ka pëlqyer shumë, edhe tek pjesa e Trendafilit ke Wesla, që po largonte princi, kam primar kështu, edhe tek Mendjemati. Mendjemati po. Domethënë edhe të mësuash jo, nuk e besoj dot se je me veshje akoma. Edhe kur e bëj, nuk prish punë. Domethënë kjo do ngel batut kështu. Po. Madje do ta bëj si zile të telefonit. Do ta insistoj. Nuk prish punë. Muhamedi, një moment që të nga ngellë mendje. Jo vetëm nga shfaqja, komplet, që nga fillimi i udhëtimit. Momenti që ka ngellë në mendje është kur kishim audicionet dhe unë, domethënë, kam qenë aty gjithkohës edhe i kam parë gjithë secilin dhe ka ngellë në mendje ai moment, domethënë edhe momenti i provimit të dytave dhe momenti kur kishim shfaqjen, domethënë para shfaqjes edhe normal edhe rola që kisha gjeografin dhe mbretin. Kuptoj. Po, mua më ka ngelur ajo që nga atër kur ka ndodhur edhe deri tani që tek provimi i tyteve, që tek e tyti im kisha harruar çantën. Edhe nuk arrit ta kuptoj se si e menaxhova të ditë. Edhe ajo më ka ngelur fiksim. Kuptoj. Domethënë të ka ngel kjo diçka aksidentale, po që edhe qesh tani në kohën që kujton. Gjithmonë çdo gjë që kujton pas një kohe të vjen të qeshësh. Kamila, Tesi, kush të dojmë në flasë? Bashkëjonë. Pastate. Okej. Për mua çdo seancë ka qenë shumë e vlefshme dhe shumë e bukur, por një nga momentet më të bukura është përfundimi i fazës së parë, ku ishte edhe provimi i tyteve. Isha shumë krenare për veten time që e përfundova këtë fazë. Dhe mendoj se edhe një nga memoriat më të bukura që kam pasur gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe besoj se do jetë. Aisha? Mendoj që më shumë do mbeten në memorie këto pjesët e shfaqjes Princi i vogël, se kam pas dhe shumë rol, edhe do mbaj me disa nga fjali ose në një pjesë si pamje, po edhe nga tytet. E di qa do më ngellet mundje më nga shfaqja? Do me thënë, momenti që Aisha futen në skenë, futen nga shkallët, jo nga skena. Dhe në konë që publiku po futej Aisha, u fshej pas mamit, që të mos e shifte askush, edhe ishte në pami. Dhe ta bëjë surprizë. Ishte në pami shumë fami në fakt, edhe se Aisha se i vogël edhe ishte shumë. Edhe pastaj që doli avash avash. Tesi? Mua për vete pjesa që më ka pëlqyer më shumë është faza kur mbaruam e tytet edhe gjatë kohës që po bënim me tytet dhe që do të thon pjesa e shfaqjes. Shfaqja besoj se do jetë e preferuara ime për gjithmonë sepse aty e ndjeja veten më shumë tek rolet që bëja, gjithashtu edhe përfundimi i shfaqjes sepse ndjesha krenare dhe mirënjohëse për ato që na bën të mundur këtë aktivitet. Edhe pjesa pastaj kur vinin familjarët në përqaponin, bënin foto.
Në emocionin që s'kthehen. Për mua, do jenë momentet e shfaqjes. Pasi gjithë vitin për kjo shfaqje, ky ka qenë qëllimi jon, kjo shfaqje, pavarësisht se jemi marrë dhe me ty, kjo shfaqje ka qenë synimi jon, pikë mbërritja jon e fundit. Dhe një moment që më ka pëlqyer, është momenti kur dolëm në skemë për t'i përshëndetur, sepse e mbaruam shfaqjen dhe erdhen ato emocione që duart të kitit e spektatorëve të sjellin emocione. Dhe aty e ndjen që ja ka vlet puna, lodhja, që ja dolën ban. Që ja dolën ban, po. Vesta? Një nga momentet që besoj që kur s'kam për të apruar ishte nga fundi shfaqjes që përmbandim unë dhe princi atë këngon dhe kur në ndryrë do aktrofitën gjithë ishe lecuar e shumë dhe isha gëzoj që shqyrë mbaroj dhe nuk e di... Ja hodhëm. Do doni që ta bënit edhe një natë apo më shumë të shfaqje? Është një kujtim shumë. Ajo mi ka thënë gjitha. Edhe po bënim 100 të tjera si këto, unë prap do isha në atë energji që isha të shfaqja. Do me thënë ti të le pa lek. Që të blesh bileta. Të lumt është... Duke që e ke pasionin. Ju? Dhe, më falë, dhe shumë faleminderit. Asë edhe një gjë. Ju do donin që të kthej? Do t'ishte një lodhje e madhe, po prapë se prapë do ja blinte në fund, pasi do ishte diçka shumë e bukur për ta rikthyer prapë, do ishte një... Prapë se prapë ato emocione do ishin, po prapë se prapë do të ishte... Prapë se prapë... Më ka që kuptohet. S'ka më kap, një lejojt, e dyta është me pagesë. Okej, t'japi, Okej, hajde. Kur u ktheva në shtëpi pas shfaqjes, dosha të rikthesha ato momentet e bukura të shfaqjes edhe akoma nuk e di, do më pëlqente shumë që më pëlqejnë shumë ato momente të shfaqjes kur para dhe pas shfaqjes. Çdo hap i shfaqjes. Mendoj se duhet të rikthehet prapë shfaqja dhe të publikohet ndoshta edhe më shumë, sepse kemi bërë vërtet një punë shumë të madhe, të gjithë grupi. Dhe mendoj se do ja vlente që të rikthej prapë. Edhe unë fakt do doja t'jepja një mesazh të vogël këtu. Sepse ne jetojmë në një moment teknologjie ku çdo gjë është telefon, tablet. Një pjesë nga ne i kam të nevojshme që të bëjmë punë të veta, po një pjesë që i kanë fjalën tek moshat e vogla e kanë thjesht një humbje kohe, një çfokusim nga ajo që duhet të jetojnë momentin, sepse ti je moshën tuaj, është diçka e veçantë dhe nuk kthehet më. Çdo lloj moshe. 5, 6, 7, 12 vjeç s'kthehet më. Dhe kjo gjë që ju po bëni, do doja që të vazhdonte të bëj akoma më shumë. Jo vetëm nga Zysha, po nga Gjina, po të kishte sa më shumë individ që ta bëni këtë gjë, qofte edhe pa lek, qofte edhe me lek, vetëm të bëj, sepse kjo që bëni ju është talent, është pasion edhe është edukat. Dhe kjo gjë do doja që shumë si ju, si mosha juaj t'i çonte në atë udhën e skenës dhe të mos dilnim nga ajo sepse i ja vlen. Siç edhe ju e pat e ndjet, më saktë, është diçka që të emocionon, të mbush me jetë, të bën të ndihesh ngjallë më shumë. Kështu që kushdo që dëgjon, edhe kushdo që ka mundësi le të investoj sa më shumë në këtë pjesë, sepse lokale ka plot, hotele ka plot, është një gjë beton kudo, është një investim që s'ka emocion, po kjo që është këtu, momentale, ka jo vetëm emocion, po i jep fëmijëve dhe i jep, si të thuash, edhe të mëdhejve, një emocion që i kthen në ato vitet që kanë qenë vetë të vegjël. Sepse unë, si të thuash, okay, një moshë e madhe nuk jam, po që 29, edhe 100,
Po që me ajsa nga pa nga ju, se unë kam pas mundësim të ndjek shumë shfaqe, po që kuptoj kam qenë më të mdhenj, kam vite në skenë, po me atë që pas të këtë më të menj shfaqe, më ktheu emocione, më ktheu vite, edhe do doja shumë që kjo gjë të vazhdonte sa më shumë dhe të hapi sa më shumë. Diçka që, të më thënë, çdo shfaqe ka një mesazh të vetin. Cili është ky mesazh që ju e gjetët te kjo shfaqje? Po. Faleminderit. Ulu pes. Mesazhi që nxorra nga kjo pjesë ishte që shef mirë vetëm kur shef me zemër. Unë e thash dhe më përpara. Atë që thash si pjesë, syri nuk arrin të shoh ato që është vërtet e rëndësishme. Po. Mund të flisni pa jo thënë. Po. Janë si shprehje që nxjerrin mesazhe. Domethënë është mesazh i fuqishëm. Po. Po ju vetë, nëse po ju pyet dikush një shoku juaj apo edhe dikush se njihni po është mosha juaj. Çfarë mesazhi, çfarë këshillë do jepni që të bëj si ju? Po. Unë do t'i thoja që të bësh që të jesh aktor, do të punosh shumë dhe gjërat e vështira kthej në të lehtë, ndërsa të lehtat kthej në të vështira. Po, Muhamet. Shikoj, ndoshta keni më të lehtë si thoni kështu në linje, kupton? Okej. Do t'i thoja që do ta ndiqni pasionin tuaj dhe nuk do ta leni dhe më shumë punë dhe përkushtim edhe do të punoni shumë për të arritur këtë qëllimin që kemi. Okej. Unë do t'i këshilloja fushatarët e mi që ta ndjekin aktrimin, ta ndjekin fushën e aktrimit, sepse aktrimi përveç lodhjeve është diçka shumë e bukur, shumë e veçantë, shumë unike. Edhe pse mos ta bëjnë, sepse mund të ndjen vetvetja, mund të ndjen si në shtëpi. Mund të jetojnë emocione. Okej. Nëse ato e kanë ëndër aktrimin, pasion aktrimin, mos dorëzohen gjatë rrugës kur dalin pengesat vështira, por duhet japin më shumë mundi, më shumë forcë që dali diçka edhe ta ndjekin ëndrrën e tyre. Mendoj që për moshatarët e mi mund të thoja që të futen në një, po themi në një kurs, ose nëse i del lënja. A isa ti je më e vogla, apo jo? 9 vjeç. Kamila? Unë mendoj se arti në përgjithësi dhe aktrimi në veçanti të ushqejnë shpirtin dhe mendoj se çdo fëmijë duhet që të merret me një lloj arti, jo vetëm aktrim, por çdo gjë që ata mund ta kenë pasion ose talent dhe që i pëlqen, të ndjekin ëndrat e tyre dhe mos dorëzohen kurrë. Kushdo që ka pasion apo edhe talent sigurisht aktrimin, le të ndjek ëndrat e tij, jo vetëm për aktrimin, por për çfarë lloji që tjetër. Mund të ndjekin ëndrat e tyre dhe mos dorëzohen kurrë, të përpiqen gjatë rrugës do të ketë pengesa sigurisht, do ketë dhe dështime dhe gabime, por nga gabimet mësojnë dhe në fund del diçka e bukur. Mesla? Unë mendoj që ato që mund ta kenë pasion ose talent ose ëndër aktrimin, dhe ta ndjekin, sepse në fund ditës një jetë kemi dhe është mirë ta kalosh atë kohë që ke duke bërë një gjë që ti ke qef. Një gjë që vlen. Po. Një pyetje të fundit kam. Tani më shumë do bëjmë sa që them. Okej. Si është të punosh me Gjinon? Është çik i keq apo e gjeni gjuhë? Po, ja. Bashkëpunimi me profesor Gjinon, ishte shumë mirë. Profesor Gjino është një aktor më i mirë, edhe është profesor shumë i mirë.
Kanë emocione. Dhe tek shfaqja në Teatrin Metropol, tek shfaqja 3 Dhelpra, profesori më ka pëlqyer shumë në rolin e tij. Shiko, po duket që i ndjek. Dhelpra të vogël. Ska emocion. Emocioni kuptohet është kudo. Edhe unë kam emocion me ju sot, kështu që ti mos fol se Gjino nuk është këtu. Kisha ka kush do të flasë, shka mund të flasë. Se më shumë doja të ngacmoja tek pjesa me Gjino. Se unë Gjino në njoh vetë, kam kohë që e njoh edhe është ai që duhet ta bëj këtë punë me ju. E falenderoj shumë profesorin për gjitha ato që na ka mësuar dhe gjitha momentet. Okej. Sot do doja ta mbyllja me një mbyllje, si thua, më të veçantë nga gjitha episodet, sepse kam jo një, po kam 8. Edhe, në fakt, do ta bëj unë mbylljen, do ta bëni ju. Bëni si të doni, si të ndjeni ju komod, thoni çfarë të doni, ose mos flisni hiç. Thjesht bëni diçka të veçantë. I vetëmi moment që Ajani zot flas. Po Julia ime! Ciao ragazzi, bëni like dhe subscribe në kanalin Promas! Shalom! Espresso